Po Partia Demokratike firmat Dionisit ja dhe. Ndodhi në Florë. Ata vetë bëjnë fushat, apo jo? Ata nuk bëjnë fushat, se thonë që ne mbështetëm, po ai s'është i Partisë Demokratike, s'është joni. Domethënë një pavarur që s'është as i varur. Jo, është hallë shumë i madh, sepse do një parti që ka siklet i vëri fytyrën e vet një sfide dhe përdor fytyrat e tjerëve. Në ndërkohë këta që ja japin fytyrën borxh asaj partie dhe bëjnë sikur janë të pavarur, po edhe këta bëjnë sikur e mbështesin po se duan, ndërkohë që është halli i madh. Pak a shumë e njëjta histori dhe në Berat. Kandidat i pavarur, i mbështetur nga opozita, një zotni që është larguar prej 30 vitesh nga qyteti, jeton këtu në Tiranë. Ka kandiduar dhe herë tjera si i pavarur. Po, e njëjta histori pak a shumë. Pra le të themi, Po e mbështesin këta apo as? e mbështesin, më thonjza. E mbështesin në këto takime zyrtare, po me çpo nga ajo që shohim qytet pak a shumë vetëm xhiron me një rreth ngushtë. Po është shumë larg asaj s'ka lidhje me qytetin, nuk. Halli i PD-s tani, ndjes pas është kujt ja lëm humbjen nder.